Loja me ulljen e gishta e për të kuptuar nëse e ne mëndërisht okej. Do të thotë që nuk je mirë nëse ullë më shumë se 5 gishta poshtë. Uj një gisht poshtë nëse fleni me arush ose kuklat të tjera gjatë natës. Uj një gisht poshtë nëse shtrihesh në dyshe me, pasi që ju duket e rehatshme. Uj një gisht poshtë nëse e keni bërë stalk profilit personit i cili u deli pari nëse shtyp një butonin share. Uj një gisht poshtë nëse në mendjen tuaj keni imagjinor skenare të cilat nuk mund të ndodhin në jetën e vërtet. Uj një gisht poshtë nëse shikoni telenovela. Uj një gisht poshtë nëse e gjithmonë ndjeni se duhet thyeni diçka për të ndjerë më mirë. Uj një gisht poshtë nëse keni folur me kafshën tuaj shtëpiake në mënyrë sikur ajo ju kupton. Uj një gisht poshtë nëse keni kontrolluar në Google simptomat dhe keni menduar se keni një sëmundje të tmerrshme. Uj një gisht nëse shkon të renoni edhe pse nuk është nevoja përpara se të flini gjuhë. Uj një gisht poshtë nëse ndjeni të arsyeshme të riorganizoni objektet në mënyrë specifike.